3 ndeshjet e zhvilluara në kuadër të javës së 30 të kampionatit në Ligën e parë të futbollit vendor sollën në fitore të vendasve dhe 2 barazime. Derbi në Struk mes kampionit në fuqi Struga Trimblum përfundoi me barazim 1-1. Vendasit kaluan në epërsi me golin e Spirovskit në minutën e 48, ndërsa kuqezinjet barazuan me golin e Liridon Latifit në minutën e 81. Pas kësaj ndeshjes, Struga Trimblum është në pozitën e 4 me 48 pikë, ndërsa Shkëndija vazhdon kryesimin me 64 pikë, apo 4 më tepër se Sileksi në vendin e dytë. Fitore të rëndësishme sot ka regjistruar ekipi Besës nga Dobërdolli në përballje me AP Brera të Strumicës me rezultat 2-1. Autor të golave për ekipin Besa ishin Megjit Neziri në minutën e 9 dhe Vlatko Stojanovski në minutën e 76. Autori i golit për AP Brera ishte Gjorgjevski në minutën e 71. Dy ekipet kanë nga 27 pikë. Ndeshja në arenën Todor Proeski mes Rabotničkit dhe Sileksit përfundoi me barazim pa gola 0-0.